Përshëndetje gjithëve. Mirë se keni ardhur në 25 jemi përsëri këtu me mua Yahya Abazin, ku kemi përgatitur emisionin Flet Zemra Jo Mendja, ku të ftuar kishim Fatjona Bajraj, për cilën folëm me librat, poezi që i ka shuar dhe përkthyer nga gjuhët tjera. Për më shumë do ta ndiqni në emisionin vazhdim, por pa kaluar gjëra që kemi video të kthehemi ndoshta edhe më mirë dhe më shumë video. Ju bëni subscribe kanalin ton 25, like video nëse ju pëlqen, nëse nuk ju pëlqen e bëni edhe dislike, është drejt e juaja. Dhe vazhdoni ta ndiqni emisionin, atë që kemi përgatitur për ju. Përshëndetje Jona, faleminderit që pranove të bësh një intervistë për emisionin Flet Zemra Jo Mendja në kanalin ton 25. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi të jem pjesë e emisionit tuaj. Duke e ditur se poezia nuk është vetëm një lojë fjalësh, por një udhtim shpirti. Si filloi për ju udhtimi juaj me poezinë dhe çfarë ju tërheq më shumë në atë që shkruan me zemër apo me mendje? Rrugtimi jam me poezinë ka nisur prej, nëse kthena në retrospektiv, do na më u dikun ka shkolla fillore. Poezinë e kam dashur gjithë, leximin e kam dashur përgjithësimi, po poezia ka qenë ajo që më ka tërheq prej e vogël. Po padyshim tu lezu, tu thellu, mandej përvoja jetësore edhe punimi me veten, ka bërë që ky rrugtim jemi me poezinë me shku tu thellu çdo herë më shumë. Poezia për mu pasqyron gjendjen tem shpirtërore ose në një farë forme e qep në pa atë jonën e brendshme, atë cilën me shumë fjalë ose me gjëra tjera nuk kisha mujt me pasqyrua aq bukur. Padyshim që mendimi jem është ose përvojat e mia janë të atilla që poezia shkruhet me zemër, është direkt madje pasqyrë e zemrës dhe burim i të brendshmes. Me ratio deri dikun. Ka edhe që shkruajnë poezi si pjellë e mendjes, mirë po unë mendoj që prapë poezia është ndjenjë që buron prej mrena. Janë është ta përvojat e tona në për cilat na kalojmë, janë rrugtimi jonë në për cilin na kalojmë, domethënë rrugtimi i quajtur jetë. Janë ato sfida që neve na pjekun, që neve na bojnë këta që jemi. Edhe dikush që ka talent, në një farë forme mendoj që është edhe talent, dhuntia e Zotit, se jo çdo kush, domethënë jo dikush se ka rrugtimin njëjtë si na, mirë po se ka aftësinë me i shpreh ndjenjat njëjtë sikur na. Kam pas raste edhe ku për shembull më kanë thonë që edhe unë kam pas këtë sfidë pak a shumë të ngjashme me mua, mirë po s'kan qenë ashtu të aftë me pasqyru ndjenjën e vet aq bukur sa qysh e pasqyrojnë na disa prej poetëve. Kështu që për mendimin tem, poezia është burim i zemrës, edhe me mendje mandej pak tani ti punon e ilustron, po prapë se prapë është e brendshme. Çfarë ndjenjë ose përvoje zakonisht e ndez krimtarinë tënde poetike? Çfarë ndjenjë dhe përvoje? Është e shumanshme kjo, është pak ma e gjonë. Sfida të ndryshme në për cilat unë kam kalu, tu nis prej humbjeve që kam pas njetë, vështirësive për me arrit dikun ku unë kam dasht, gjendjes shëndetësore, sprovat me njerëz dashtun, e të tjera, është e gjithashme. Po përfshi, domethënë brenda kësaj është edhe dashnia, ndjenja, humbja, pikëllimi, thymjet që përjetojmë jetë në çdo aspekt, jo vetëm smujimi mi kanalizu gjonat veç një aspekt. Po është e gjonë, jeta është dollapa, edhe në secilin dollap që neve na hapet në një moment të caktuar, kem diçka që na bën për të shkruajtur. Sa e rëndësishme është për ju të pasqyroni botën tuaj brenda vargjeve? Është e rëndësishme, menoj, sepse poezia zotën është pasqyrim i botës tonë të brendshme. Në romane, ose në proza, në kur tonë diçka me shkruaj, pak a shumë shkon edhe me fiksion, ku e di, varet që ti çka do me shkruajt edhe çu shte do me pasqyru, ka njëherë janë edhe shumë fiksion, nuk janë gjanat e reale aty çka shkruhen. Edhe pse dikush edhe jetën reale e kthen në roman, po poezia është e kundërta. Tash ka edhe prej atyne që e dëgjoni fiksi ide të dikujt ose një histori të dikujt, edhe shkruan, po për mendimin tim është shumë e gabuar.
sepse nuk je ti ajo. Se di sa më takon mu se nuk ja dha vetës të drejtën me e shujt për historinë e dikujt tjetër, pa të shumë. Se nuk mund të ndjesh, se që ndjenë ajo që ndodhë vetë. Poezia nëse nuk ndjehet, nëse nuk shkruhet si bazin një emocionit të caktuar, nuk bëhet emocion edhe të lexuesi. Pse në shumicën raste mendoj që poezit qoftë Abdurrahimit që ne e kam përkthy, ose disa prej poezive të mia, ose disa prej poetëve tjerë që më kanë prek edhe mu si lexuese, e më rrinë domethënë gradin kaq nalt të prekshmërisë të brendshme, është pasojë e kësaj që ata i shkruajnë ato që i burojnë prej zemrës, e shkruajnë ndjenjën e vet. Që edhe këtë poezia Mihribanit, që e ka shkruajt ato që e ka djeg brenda vetës, edhe na ka djeg edhe neve lexuesve kur e kemi lexuar. Edhe kemi gjetë vetës, se ai thotë çdo kush e ka brenda vetës një Mihriban për shembull, ose një histori tashmije që s'ka mujt me finalizu, s'ka mujt me realizu, edhe i ka mbet një pikë ashtu brenda ata. Secili prej nesh ka një Mihriban brenda vetës, padyshim që e gjen veten brenda poezisë së tij. Edhe nganjëherë thonë, për shembull ka ndodhur në raste të caktuara, ke shujt sikur me pas fol unë, ke shujt për mu, ma ke pas shiro dhe gjendjen tem për mes vargjeve tua. Edhe kjo mu më mlen me kuptu që paka shumë kalojmë në përvojat e njëjta, apo që dikush vjen me i shpreh, dikush edhe nuk vjen me i kanalizu ç'është duhet. Po në libra që ke shkruar, a janë më shumë të asaj pjesës cilën ti ke dashur ti botosh dhe kanë dalë ashtu si ke dashur, apo janë pasqyru dhe janë ka pas ndërhyrje tjera që kanë shku deri në finalizim? Zakonisht, unë shkruaj ashtu që e ndjej për brenda. Domethënë, në një moment të caktuar, në një situatë të caktuar, ka njerë bjeni diçka shumë e vogël që më inspiron, edhe e shkruaj që e ndjej për brenda, deri te finalizimit i botimit për shembull. Padyshim që ajo kalon përmes një redaktimit, një lektorimit, e të tjera, mirë po pa u ndryshuar që unë kam dashur me e thonë. Edhe pse shuhem paka shumë edhe kritikohem për mënyrën e të shkrumit, se hala e përqafoj letërsinë e vjetër që është shkrujt prej shekullit 16 deri në shekujt e kaluar. Po prapë se prapë mendoj që jam kjo që jam, ky më bën, domethënë, ky lloj shkrimit më bën kjo që jam, edhe nuk lejoj me mu ndryshu, sepse ka pas rastet e tilla ku për me marrë pjesë në organizime, ju e dini edhe vetë, jeni poet edhe merrni pjesë në organizime të ndryshme poetike. Edhe unë nuk jam shumë e pranuar për mënyrën e shkrimit, po edhe pse privona prej shumë organizimeve që s'mi kanë mesin e juj, prapë se prapë, mendoj që dura me kanë kjo që jam, e pa ndryshueshme, jo për botën, ose jo për qefet e filan redaktorit, sa i budon me kanë poezia në standard, me deomos. Po jam kjo që jam, kështu që poezit e mia, gabime drejt shkrimore i përmirësohen, po kuptimi asnjëherë. Ajo që unë kam dashur me thonë asnjëherë, sepse s'jam më une. Po tani po vazhdojmë me pjesën e poezive, disa poezive që keni shkruar. Me pas sabrin e pishës, që 4 stinëve ju ban ballë. A thu halin që e kishim pas, a thu udha ku na kish dalë. Me pas sabrin e pishës, me durusi ajo mboren shi. A thu nefsin që e kishim pas, a kishim e dal galip në fundudhës në ndajti. Me pas sabrin e pishës, a carit edhe djelit fort me i qëndru. A thun cilat ma ka me mbri kishim, e në fund udha neve na kish gëzu. Me pas kanë si pishe e fort, në sober ashk e imtihan. A thu na hiret, afër kujt kishim me kanë. Te kjo poezi pra është divani e vel. Po, është divani e mi parë. Po. Që mendoni për idenë e udhës në këtë poezi? A është ajo rruga e jetës apo rruga e brendshme shpirtërore? Rruga e jetës tem është rruga e brendshme shpirtërores tem. Do me thonë unë të dalurit në rrugë, në udhë, në rrugtimin shpirtëror, për mua është një linjë. E brendshme dhe e jashtmja të unë janë një. Mevlana e ka një thënie, thotë ose do ku qyshi, ose banu qysh dokësh. E unë duk nga kështu qysh jam, rrugtimi jam shpirtëror, të më të pasqyrohet edhe në rrugtimin tam që të ndjekim, si kom dy linja ndryshme të cilat i ndjeku. Shpirtërorja jam është rruga në cilën unë vazhdoj hec, edhe atë mundon me pasqyru edhe në poezi. Po nuk është kjo rruga shpirtërore pak që dallon prej asaj jetës, sepse atë me atë që ballafaqohemi brenda ditës, ndoshta nuk është edhe me atë e njëjtë me atë shpirtërore.
Po prapë se prapë, pa i sa shpirtnorës, unë mëj me e majtë në balancë edhe këta të dynjas. Shtani jem që ban hafëz, kullotim diçka në gjdo stin, dikush baktin fushave, e dikush nefsin e dashnin. Mungesa e jarit hafëz, është kafaz i thurur me mall, ku më është mshel zemra, e faktim ti s'ka qysh me dal. Per malimi ken ka hafëz, me tra e ta mbjesh ka mbi shpim, e ti prap me e vazhdu ecjen, deri dakik kur të jarin bri. Marifet ken ka hafëz, që me sabër e me sevda, me e kalu edhe udën që në pamjet parë dalje s'ka. Arave të përmalimit hafëz, e kam shu zemrën tem, me kullot barishta malëngjimi, dhe i kur jari me ashk të mushqen. Unë kam vet hafëz, po një trosh të dashnis, të qitën sofër të pritjes, si një meti ma i shejt i perenis. Në këtë poezi, pra mund të shohim në ata se dashuria dhe durimi pra janë dy pjesë një monedhe, janë të një monedhe. Po mallëngjimi ku ndodhet në këtë monedhe? Mallëngjimi është vetë monedha, ndodhet brenda të dyjave, sepse edhe durimin, mallëngjimi është ajni një farë forme që neve na shtyn durojmë, edhe ajo gjendja e durumit, ose e të banit sabër, është pak si pasoja e përmallimeve tona, edhe e shpresës që na e kemë për bashkim ose për me mri aty ku dojmë. E njëjtën kohë edhe dashnia, ndjesia është e pashkëputshme, ku ka dashni ka dhe përmallim. Mevlana e ka një thënie ku thotë, oj dashtun, mi kam dy net, edhe në dyjet janë pa gjë. Njëna është kur ti je këtu, qysh me flajt kur ty të kam pranë. E tjetra është kur ti si je këtu, kur jam pa ty. Në mungesa jote mu s'u mle me flejt. Që mendoj që janë pashmangshme dhe mallëngjimi është vetë monedha. E mandej i shojmë të dy anë e saj. Po si e përjeton vetë idenë e mallëngjimit dhe pritjes në jetën e përditshme? Paka shumë në poezi, kam shumë ngjyrime të mallit, përmallimit, edhe në një farë forme po më shu si poete e mallit, përse vargjet më të vërtet shumicën e kohës i kam për mallin, e flas mallin. Kur kalon për sprova ndryshme në jetë, si për shembull kur hub dikant afërt, kur i bën ballet dhe vdekjes, atëherë malli prej atij momenti është pjesë e pashkëputshme e jetës tonë. Edhe më bosh një me ta, po në një anë edhe njerëz që ne i kemi larg, ose ata që i duam edhe që si shohim për ditë, ose gjana të cilat i dojmë, jo me dhe mos mund të lidh vetëm me krijesa. Kemi edhe gjana ndaj cilave ne jemi në një farë forme në gurbet, edhe për cilat jemi mall, qoftë për një kohë, qoftë për një diçka, ku e di, është pak ma e gjatë. Po në një anë tjetër mendoj që edhe malli është një lloj nimeti, sepse çka nëse se kishim pas dikan për cilin kishim ndje mall, çka nëse nuk e kishim përjetuar këtë ndjenjë kaq të bukur, sepse njeri vetëm kur don për te i vetes, mendoj që e shijon tamam edhe ndjenjën e përmallimit, e të marrët malli. Pazarllak dashta me bë me natën, rigja i bana për me shku. I ofrova krejt çka ndor pata, ama ajo i natë bani me mu. U përula e përlotën para natës, e mbështjellën me ersinën e saj. I diftova halin e zemrës lodhën, prej mallit tanë dhe nesan vaj. U mbështeten murët e ftofta, e paqare të i prit ditën me agu. Haja lyet më shëshnan edhe sante, s'ka as një sanje që ti si këtu. I fola natës për sytë tu, e për çdo fije qërpiku tanë. Edhe hana xhelezoj më shef, kallëzimi për ty jehoj mbi gjihan. Me konop të sabrit e ngreha natën, dur në gjakojnë unë nuk rënkoj. Shputa zvar i ngrej prej lodhjes, drejteje jarë vazhdoj të hapnoj. Sante nata së mbani pazar, s'dashti viranja kur me u kry. Në tezgën e vetë pa të solërsinën, e unë tezgën tem mollin për ty. Po në këtë poezi, natën e perceptoni pra si metaforë të sfidave dhe mallit? Paka shumë po, se është ajo nota që din me t'inspiru ma shumë, ose din me halakat, është me harlis atë gjarën e brendshëm që e ki, ato gjanat me të cilat atë ditën,
në një farë forme edhe i heshtim edhe i lojmë pak kështu të fjetuna, kur merresh me këtë, me angazhim editore, pavarësisht çu shike. Po nata ajo qetësia që mbi zotron, mendoj që na bën pak me u kthye te vetja dhe te aty më Pra njëherë del mbi ujë malli. e gjerat çka ki brenda më njëherë. Është si, domethënë si rrjedhoja e kësaj, neve na bën me u zhyt pak ma thellë, qoftë në mendime, qoftë në përjetime, qoftë në ndjesi. E ka nota vetë atë që dim pak me i hallakata shikat ashtu. Jo, po ashtu keni edhe disa libra të përkthim, që keni përkthim nga gjuha turke. Po, kam Tani përkthyer. keni të një autori turk, librat e funit. Po. Çka ju shqin që ti përktheni këto libra? Letërsinë turke në përgjithësi e kam shumë për qefi, kam përkthyer edhe romane, kam përkthyer edhe thonjë ndryshme të shante i Mevlanës, po kam përkthyer edhe poezi. Poezia është pak ma sfiduese me u përkthyer, mirë po mendoj që kur edhe pak a shumë mirë është me këtë talent shkrimit të poezisë, deri dikun e parafron sepse 1.000 nuk përkthehet asnjëherë, sidomos poezia është shumë sfiduese. Poezinë tu kam poetë vetë e du shumë dhe për atë e kam sfidu vetën për me përkthy, ndërsa poetin që e kam këtu, Abdurrahim Karakoç, është poeti jam turk që e du mas shumë ti. Edhe për i tashnisë modë që e kam pas për vargjët e ti, e kam bërë një iniciativën edhe me përkthy, me librin Mihriban kam bërë dikur punë rreth 2 vjet. E kujtoj që me 2 vargjët e ti jam marrë me javë, sepse me e këpru në gjuhën tane, pa ja hub kuptimin, ato që ai ka dashur me bart edhe me rimu, ose pak me pëlqy edhe në shqip, ne me kom bajagi sfiduese. Po, kur punon edhe merr frytën e punës që realisht e ke bo. Mos kof 100%, dikun e kemi një 70% nështë ta, mundohemi me prapru. Pra një arritje kënaqshme. Mendoj që po, komentet janë konë pozitive, deri tash për shembull, libri i parë ka dalë diku para 7 vjetë, tash frikë kam botuar edhe librin e dytë me përmbledh poezisë të njëjtit autor. Kështu që më veç njihet pak a shumë e din stilin e tij, e din stilin tam të përkthimit, sepse secili përkthyes edhe ishte pak nuancat e veta në përkthim. Ka përshën që poezinë në një vetë përkthyes kanë me përkthy ndryshe, sepse pjekunia e brendshme e tij që e ka në aspekt të përkthimit, dallon për tjetrit. Po në përgjithësi ka marrë komente pozitive, du më thonë është mirë prit tepër mirë si autor, si poet, edhe libri dytë është prit me padurim. Mihriban. Zemra ime e çmendur ishte lidhur për flokët e tua të verdha. Nuk po zgjidhet Mihriban. Mos e pandeh vdekjen me të lehtë se sandarjen. Pa u përjetuar nuk parandjehet Mihriban. Kur përmendet dashuria, lapsi nga dora më bie. Syt nuk shohin e mendja habitet. Flaka që është duke u dridhur në llam mërdhihet, dashuria nuk është shkrua ka në letër Mihriban. Së pari naze e më pas fjale hile. I dashurit të dashurin e bën që të përflitet. Edhe po të ndërrojnë shekujt e vitet, tradita e vjetër nuk u prish ka Mihriban. Në përmjek s'ka ilaç për plagën time. Kur përmendet dashuria për te mos kërko. Çdo gjë ka një përfundim, ama dashurisë nuk i vihet kufini Mihriban. Kot nuk është lidhur bylbyli me trandafilin. Borën po ta vësh në thëngjidhen e dashurisë bëhet hi. U habita me qëndrueshmërinë e fatit tim të zi, edhe pse godas gurin nuk shtypet Mihriban. Në përshkrim, kuptimi i dashurisë s'është duke u strehuar. Këtë vuajtje e mërzi e di vetëm kush e ka provuar. Është e tëra një nyje e pasgjithshme, nuk mund ata zgjidh, nuk zgjidhet dot Mihriban. Nëse vetëm ata që dashurojnë e kuptojnë jetën. Po autori që ka dashuruar, ai e ka kuptuar ai jetën. Se di jam mundemi me thonë kështu, sepse tash varet çka koncepton me dashuru, dikush një fiksim e konsideron dashni, e konsideron të dashuru. Jo, ose ajo universale me Po fiks, po mendoj që përvojat në për cilat, do të thonë sidomos përvojat e dashurisë në për cilat njerëz kalojnë, të bojnë me kuptu jetën ndryshe. Edhe poeti, do të thonë ato që ai ka pasqyruar në poezitë e tij, sa ka poezi të shumë ndryshme, ka poezi do të thonë edhe me tematika të patriotizmit e gjona, apo që sot që në shta janë shumë interes patriotizmit edhe ajo janë pjesë e dashurisë, pra dashuria ndaj vendit. Po, dashnia për vendin e vet, do të thonë se di sa është në interes shqiptar me po nacionalitetin, atë pjesë nacionalizmit turk, ose kuan që në kohën kur ai ka jetuar që shikon pjesa politike. Po prap
jeta ka shumë ngjyra edhe shumë llojshmëri, domethënë ylberin e jetës mendoj që e shohin më qartë ata që kalojnë në përvoja të ndryshme të zemrës, të brendshmes, të shpirtores. Lerëni le të mbetet. Në shumë pikëllohem e në pak qesh. Mendimet e preta si brisë kun kam. Çmenduri ndoshta. Lerëni le të mbetet. Çdo foshnjë që lind në mua hak ka. Në çdo mulli bluhe mon pa nda. As i fundit, as i pari. Lerëni le të mbetet. Duke mu rritur dashuria, bota më zvoglohet. Ka kohë që nga koha kam dalë. Dhe është aq e bukur, lerëni le të mbetet. Orët ose kthehen para, ose vetëm prapa. S'ka dorë që i thyen peshorët hileqare. Shpresat mbeten larg, lerëni le të mbetet. Me dhjetra mira biseda, dhjetra mira kotësi. S'kthehet më kërvani që hyrin e dhe. Zemrimi në zemër, lerëni le të mbetet. As gjysmë i plot, as i plot krejtësisht. Udhëtarët s'kuptojnë, unë s'mund t'ua shpjegoj. Treni në stacionin e fundit, lerëni le të mbetet. Vjenë më djeg prushi i rënë në ujë. Koka që më ndonë është më e rëndë se e bringosura. Kjo plagë është e shenjtë, lerëni le të mbetet. Le të ndalet dimrit që të zgjon në acar. Le të ndalet që gara të vazhdoj me zjarë. S'ka nevojë për pranverë, lerëni le të mbetet. Rënohet e shyet perdja më e trash. Bota do të dalë për të dhënë llogari mëngjesit. Shkruajini këtë në mur dhe lerëni le të mbetet. Si shallësh ka të motivon të kjo, se si përdor autori simbolikat e jetës dhe kohës? Koncepti kohor, sipas filozofëve edhe nuk ekziston. Po poeti kanonit në kohë, se dalinit për kohë e për shumë bukur. Nështë është gratë që jo letë mbrihet, edhe pse në sofizëm është Ibnul Vakt, shprehja me kanë në kohë me kanë tash. Një poet tjetër të thotë, e djeshme ja veç ka shku, s'ke më pjesë saj, e nesme është i pyetje sa ka më ardhë, krejt që ka neve na duhet është e sotmja, dhe çka do që dojmë me ba, është me kanë tani, në të tashmen dhe në këtë moment. Çfarë këshille do jepni të rinjve që dëshirojnë shkruajnë, që shkruajnë me zemër dhe jo vetëm me mendje? Padyshim, unë jam pjesë e asaj që, një thara asaj që duhet më shkru me zemër, kudo që ka talent shkrumit dhe din me i pasqyru linjat e veta, në mënyrën e vetë, sepse perfekcion s'ka dhe dikujt i pëlqen mënyra jam, dikujt i pëlqen mënyra i tjetrit, ose si i pëlqen, është relative, po mendoj që rinia duhet me lezu pak ma shumë, sepse të lezuti edhe pasuron fjalorin e të shprehunit, edhe të kenë guximin të botojnë, të publikohen në revista, nështë jo çdo kush i ka mundësi të publikoj libër, po në revista, në portalet ndryshme, po që mos t'i lajnë, vetëm si me i lezu për vetët, mbyllën me një fletor ose në vart poezit shkrimet për vojat e tyne, po pse jo, t'i ndajnë edhe me tjerët. Nështë nuk jem në ata që duhemi me vlerësu vetën sepse kemi shkrujt bukur ose jo, se e vlerë me u botu ose nuk ja vlerë, po prapë se prapë kur ki persona me cilet i ndajnë edhe të mbështesin, mendoj që se cili i ri duhet me ndje kondra të veta, edhe rruga fillon me një hap, edhe rruga më e gjatë fillon me një hap vetëm, guxojnë ta bojnë hapin e parë, po të punojnë me këtë pjesë, sepse sot vetëm unë kam shkruaj këto dhe mos preku diçka tjetër, tash jam poet dhe është në rregull. Vazhdojnë të lexojnë, pasurojnë fjalorin me shprehje të ndryshme edhe ta pasurojnë bibliotekën tonë letërsinë shqipe me perla, me vepra që vlejnë. Faleminderit Jona shumë për intervistën, shpresoj që edhe herë tjera ndoshta mbi poezi tjera, libra tjera do të kemi në intervistë. Faleminderit juve për kohën, për intervistën, kënaqësi nuk naqa shumë. Shpresojmë që shihemi prapë edhe me projektet e radhës. Pra, siç e pa deri në këto momentet e emisionit që kishim, ishte një intervistë ku fol për poezi, në përgjithësi si ato që ka shkruar dhe ato që ka përkthyer. Ju vazhdoni të ndiqni emisionin ku do të kemi dhe emisione tjera, ju bëni subscribe kanalin tonë 25 dhe like video nëse ju ka pëlqyer ose jo, ku me subscribe dhe nëse klikoni në ikonën e zilës në momentin që do të publikojmë një video, do të
do që u vjen njoftimi për publikimin e asaj videos. Ju vazhdoni të na ndiqni deri në emisionin tjetër. Mirëmbëjtje dhe miru takofshim.